Kthehemi në studio me pjesën e dytë, pjesën kontaktuese, kur siç tham, ju mund t'i bëni pyetjet drejt për drejt drejtor Hoxhës nderuar përmes telefonit +383 45 471 848, drejt për drejt numër ose edhe në Viber e WhatsApp, si dhe tek rubrika dërgo mesazh nga të gjitha pajisjet tuaja të mençura. Pyetjet i bëni për temën, rreth temës, ose për gjithçka që ju intereson për islamin dhe rreth islamit. Zyrtarisht se gjithmonë jemi deri në 9:30, po sipas mundësive dhe zgjasim pak, thjesht me u dhënë hakun pyetjeve tuaja. Si gjithmonë, presim telefonatat dhe mirëpresim mirëkuptimin tuaj gjatë qëndrimit në linjë derisa Hoxha të jep përgjigjen e pyetjes paraprake, pra ritelefononi përsëri dhe bëni pyetjet e duhura ose ato që ju keni nevojë për to. Derisa Reziat na bën me dije se kemi telefonat ose telefonatët varësi të asaj ku mund të gjeni në papën e Viber e WhatsApp dhe në numrin drejt për drejt, ne nisim pjesën me pyetjet tashmë të dërguara me shkrim dhe nisim me pyetjen e parë, e cila Hoxha nderuar bëhet kështu. A duhet dhe kur duhet ta falim farzën e sabat, nëse se kemi fal me kohë atë, edhe a falen edhe sunetet e tij dhe të kohëve në vazhdim, apo falen vetëm farzët e sabat dhe të kohëve të tjera, por jo edhe sunetet. Gjithmonë, nëse ne mendojmë që kemi arsye për mos faljen e farzët e sabat, nga lodhja, pagjumësia apo pamundësia fare për të ngritur, për me falë sabatin. Pak e gjatë, por nëse ka nevojë me përmend. Faleminderit. E qartë, apo gjithçka. Fjala për namazin e sabatit. Shikoni vllazërin. Namazi i sabatit është namazi me të cilën ne e fillojmë ditën. Dhe farzet janë veprat të cilat i don Allahu më shumë. Në hadithin kutsi e tregon pejgamberi alayhis salam që Allahu xhallahu ka treguar se farzet janë ato që i don Allahu më shumë. Andaj ne kur quhemi sabah edhe folmi sabahun, e kena bo njënën për veprave më të mëdha që e don Allahu xhallahu. Pra të muslimani duhet të mundohet gjithsesi të merr të gjitha shkaqet që ta fal sabahun me kohë. Koha e sabat pra 25 minuta, 30 minuta mas imsakut dhe ka kohë deri në lindjen e diellit. Më e mirë është për meshkujt, sidomos kur kanë xhamin afër, që të shkojnë në xhami ta falin me xhamat. Po, se si dhe ka hesapin e vetë, me nësia që muslimani dhe muslimania nuk u ban mi kalu namazin sabat pa e falë. Nuk ban me zonë lindja e diellit pa e falë sabat. Por nëse i ka ndodhë, si ka dalë gjumi, për një arsyet vetën, atëherë e falë kështu, ka thonë pejgamberi alayhis salam, atë të cilin e zën gjumi ose ka harru, e fal edhe nuk ka fal namazin, e fal kur t'i del gjumi dhe kur t'i kujtohet. Në çat moment që ka dalë gjumi, ta dish që për ty që atëherë është koha e sabatit. Do të thonë, nëse lindja e diellit tash është ora ka lind më kryej. Po, ka lind dielli, ka lind dielli, kur të ka dalë të gjumi, që atëherë është koha kur për ty është koha e rregullt që ti duhet të fal namazin e sabat. Andaj e fal edhe sunetin, e fal edhe farzin. Edhe kështu vazhdon me namazet tjera, se pyetja është pastaj me namazet tjera. Edhe namazet tjera. Me fal edhe farzet të tjera por sunet. Tenan është e njohur që mi fal vetëm farzet. Kaza. Mirë po, është e udhës, është mirë mi fal edhe sunetet. Sepse nuk kemi na namaze të cilat na kanë tepruar. Pikërisht. Andaj ti kur e fal farzin që të ka kalu, e fal edhe sunetin. Mirë po, ku t'jemi të kazaja, do t'jemi shumë të kujdesshëm, që një njerëzit, jo muslimani, me lan farzin ose me lan namazin, kaza po çdo arsye. Jo. Mundohti me çdo mundësi, me çdo kusht që me fal namazin në kohën e vet. Nëse hiç nuk mundesh, atëherë do të e fal atëherë kur ti për mundësia. Mirë po, feja qatë shumë e ka shtërngu çështjen e namazeve, që me falë kohën e vetë, sa që i ka eliminu do kushte tjera, për shembull, qatë shumë i ka dhënë rëndësi namazit të më falë kohën e vetë,
sa që edhe kur s'kemi ujë me marrë abdes, që është kusht për namazin, atëherë marrëmi tejemum edhe e falmi namazin në kohën e vet. Kështu që kjo na jep neve isharet, na jep neve shenjë që në çdo situatë na duhet të fal namazin në kohën e vet. Po që dikush i ka kalu, atëherë e fal kaza, le ta fal edhe farzin edhe sunetin. Në rregull. A bën shkurt hoxha Lus hoxha na bën shkurt disa rregulla për dhe rreth sunetis, qysh mos me gabu ne me veprimet tona dhe a pranohet në Islam rreth prerja ose sunetia që po bëhet kohëve të fundit me laser. Konkretisht pyet për fëmijën e vet, a me zbatu këtë metodë apo jo? Jo, nuk ka problem. Nuk ka problem. Më nësi është me u bë ajo operacioni ose sunetia që mu hjek një pjesë e lkurës që të në vendin e saktuar. Nuk ka lidhje, nuk ka problem a bëhet me gërshër, a bëhet me thik, a bëhet me skalper, a bëhet me laser, nuk ka problem. Dhe disa rregulla po që nuk është dash me i bo gabime gjatë sunetis? Shiko, do të shkurt disa rregulla për dhe rreth sunetis. Sunetia është një porosi profetike, po jo vetëm me Muhamedit a.s., po për Ibrahimit a.s., nashta edhe para Ibrahimit a.s. Po Ibrahimi a.s. ka orë në hadithe që është bo sunet, mos është bo një mush. Kërësur e ka porosit Allahu të shanu dhe e ka bo sunetin. Dhe na kemi obligim që fëmijët tanë me shkuj të bëjmë sunet. Ka ona për transmitime që mu bo ditën e 7, ose ditën e 21, ose të 14, po nuk ka diçka të prejme për këte. Por më rëndësishme është që të bëhet para moshës 7 vjeçare. Është mirë dhe është nështë obligim më bo para moshës 7 vjeçare. Se prej moshës 7-8, e sidomos në 10 vjeçare ma shumë, atëherë do më thonën duhet të zbulohet pjesa e trupit të fëmijës që ai ka hyrë në moshën më një moshë kur i kupton gjanat çka është avret e çka nuk është avret. Andaj për mos me shty kohën që mu zbulu fëmija, me zbulu fëmija, se ti mjeku s'koqare pa e zbulu. Pa pas kontakt me. Edhe ata familjarë nështë janë aty, pa do të bënë sunet sa më herët. Nuk ka ndonjë ceremoni të caktune, e çon te mjeku e bën çat operacion. Nuk ka ndonjë problem. Por ne e bëjmë si adhurim. Ne e bëjmë si obligim, që e kena obligim për Zotin xhaleshanu. Andaj, nëse prindi nuk e ka kryer këtë operacion, po thamone, fëmijës është mëkatar të Zotit xhaleshanu. Andaj, nëse një muslimani, një mashkull musliman nuk e ka kryer këtë operacion, baba, atëherë kur obligohet pastaj fëmia që me bën vet. Do më shku te mjeku, edhe me bën këtë operacion. E kam fjalën, nëse baba se ka bërë derisa ky ka shku më një mosh, atëherë kur ai është bëj vetëdijshëm dhe kur e ka kuptuar dhe kur e din që muslimani duhet më bë sunet, shkon vetë te mjeku dhe bëhet. Sepse nëse prindi se ka kryer këtë obligim, pastaj ky kur është bë moshëritur, i ka ra obligimi atina, fëmijës. Nëse s'kemi telefonat, vazhdojmë me pyetjet e radhës. Thotë, nëse gjykohemi për veshje të bukur, por që për qëllim kemi arrogancën siç tha dhe vet hoxha, a gjykohemi thotë nëse zveshim se s'kemi përfshir edhe kohët kur duhet me fal namazin. Nëse zveshim i bukur edhe kështu një të ndryshëm, po edhe kur për kohën e namazit. Allahu ka thonë, veshuni me tesha më të mira kur për mu falë. Andaj, na mundohemi që në kur të falemi, me vesh teshat më të mira, e ka një kuptim që me mbulu trupin sa kërkohet. Po nëse na veshmi edhe një tesh më të lanë, teshën më të pastërt, teshën më të thjeshtë me fal, kishte më qenë më mirë. Po nuk është obligim që të me vesh teshën, për shembull, duam me fal tash akshamin, edhe thu që ta veshun se kam një setër më të rejën më të mirë. Nëse vesh bën mirë. Amo se ki pa tjetër të më shku më qështu që jetu nejtë, që jetu nejtë në familje, që ke dalë të në qytet, me që ato të isha falësh, alhamdulillah. Pyetje interesante, thot, a lejohet ecja me një këmbë zbathur e me një të mbathur hoq? Kjo hyn të veshja dhe hyn të zbukurimi, jo nuk lejohet. Pejgamberi sa ka ndalu, ka thonë në hadith, ka thonë nuk ban në muslimani me nejt gjysën e trupit në hije edhe gjysën e trupit në diell. Nuk ban, edhe nuk ban me ecë njënë kom math njënë zbath. Ka thonë pejgamberi sa, qofse dikush duke ecë, edhe i kputet ai rripi i
i sandalës. Se atë që shtu ka qenë kohën e pejgamberit alayhis salam, po. thot ose le të ndalen, le ta rregullon, e pastaj e moth dhe isme të dyjet, ose nëse s'mund me rregullu, e dath edhe këtë tjetrën edhe hes dath. Mos me hes mi kom dath, mi kom moth. Qështu me qelapa, nëse rrin dikush në shtëpi, njëri kom me qelap, njëri pa qelap, nuk ban. Sepse ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë sepse kështu hes shejtani. Subhanallahu. Ka thënë pejgamberi shejtani hes, njëri kom dath, njëri kom moth. Në pyetje pak sa e komplikuar, hosh ndoshta për mua. Po thotë, a është lejuar bashkëtesa në Islam, madje edhe lindja e fëmijëve përmes saj? Nëse po, cilat janë kushtet me të cilat duhet zhvilluar kjo jetë, nëse jo, cila është rrugdalja dhe gjunat, pasojat për cilën ne duhet të dalim nga një bashkëtesë e tillë? Shiko, bashkëtesa. Ajo çka është e njohur te njerëzit të na, është se bashkëtesa është kur një mashkull dhe një femër pajtohen mes tyre me jetu. Edhe nështë dhe mu martu një kohë të arshme, mirë po për momentin ata as nuk kanë fejes, as nuk kanë kuror, as nuk kanë martesë. Po dhe këtu se ka përmen as njone, pak është sfidues edhe sepse që kjo është ajo problemi në fe. Domethënë, anë është, nuk lejohet, dhe është haram, dhe është mkat i madh, kur vetëm djali edhe qika mirën vesh, pajtohen që ata me bashkë jetu, pa lejen e prindit, edhe pa fejes, edhe pa martesë. Me lind fëmijë dje po thotë. Po normalisht ata kur bashkë jetojnë, aty domethënë ata kanë edhe marrëdhënie intime edhe fëmia lind. Nuk kjo nuk është rregull. Hiç kjo nuk është rregull. Është kjo shumë problem i madh. Edhe nuk e di pse njerëzit, për shembull, ata janë në gjendje me bashkëtu kurse smartohen. Pse smartohen? Pse nuk ata, domethënë, pe bojnë një punë shumë të madhe vetëm për një formalitet. Po thamë një formalitet, sa në fe nuk është formalitet. Ka pesh, ka vlerë. Po ka vlerë. Sepse pejgamberi sa më ka thonë, o ju meshkuj, o ju burra, respektoni dhe nderoni gratë, sepse Allahu ju janë lejuar gratë me fjalën e Zotit. Që dhe fjallën e Zotit, është qaja që baba ta ka thonë ty qikën, edhe ta ka bo për hajrë, edhe ka thonë qika jeme është gruaja jote, me lejen e Zotit xheleshanu. Pra të bën bashkëtesa e cila nifet të njerëzit, që kur mashkull dhe femna mirën vesh për me jetu, pa lejen e prindve, pa fejes, pa martesë, pa kur gjë heq, kjo domon është haram, ata janë në zina. Edhe ai fëmia tyne është fëmijë zinas. Cila do thoshtë rrugdalja nga ky gjuna, nëse është gjuna, pra kjo është gjuna e madhe. Ata domon, nëse kështu e kanë, ata domon urgjentisht do të bëjnë fejes edhe martesë sipas fesë islame, edhe vazhdojnë jetën. Në rregull, ju presim në +33 45 47 18 48 deri në numër ose në Viber e WhatsApp, si dhe tek rubrika dërgoni mesazh nga të gjithë aplikacionet tuaja të mençura. A ka rëndësi dhe nëse po, cila është rëndësia e parfumosis në Islam, si për neve meshkujt, si për femrat? Shiko, feja islame është fej e cila e ka bon pastërtijën pjesë të saj. Por pastërtia është pjesë e fesë islame. Pastaj Allah e ka kriju trupin tonë, që në qoftë se nuk pastrohet shpesh, ai trupi liron djerës. Djerësa liron erë. Po. Jo të këndshme. Për atë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka preferu shumë parfumin. E ka përdor shumë parfumin. Bilas për aty një gjana që nuk i ka kthy kur pra pejgamberi sa ka qenë edhe parfumi. Andaj, pra parfumi është i pëlqyer shumë për muslimanët, e pastaj me rregulla. Cilat janë ato rregulla? Që mashkulli parfumoset në çdo situatë, edhe në çdo vend, përveç se në ihram kur është. Kurse femra parfumoset vetëm kur është në shtëpi të saj.
edhe para familjarëve, meshkujve, të cilët nuk i lejohet të martohet me ta. Do përveç burrit të tij, përveç burrit të saj dhe çata familjarët që i përmendëm në emision. Dhe nuk guxon fetarisht femra që të parfymoset dhe të del me edhe nëse të shkon në xhami. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nuk guxon femra me vendos parfym në shtëpitë vet ose ku të qoftaj edhe nëse të shkon në xhami. As për xhamin madje. As për xhamin madje. Sepse çat parfym kanë ka të rrugës, kanë mendi me shkuj tjerë. Dhe kjo është një mëkat i madh. Kështu që pra themja edhe femra lejohet të parfymoset, por të parfymoset mbrana shtëpisë së saj. Parfymoset për trupin e vet, parfymoset për burrin e vet, edhe për çdo familjen e ngushtë. Po jo domthon për njerëzit e huaj, asesi. Kurse mashkulli, që thamë na mashkulli, Zoti e ka kriju ashtu që me punu punë fizike, me u lodh e kështu me radhë, edhe normalisht që trupi ndjerësitet, edhe liron domthon erë të pakëndshme, atë domthon mashkulli parfymoset më shumë, edhe nuk ka kufizime për mashkull. Mirë presim telefonatën e parë personate, nëse ka dështuar kërkojmë kuptimin dhe rrit telefonat për pyetjen tuaj. Alo, urdhoni. Selam aleikum. Aleikum selam, jeni në lindër për drejt, vetëm urdhoni. Do shta një bëho që një dy pyetja sot. Po, veç urdhoni. E kam një nanë 71 vjet. Edhe u forë ka lezu Koran, ka po tash po ka probleme arris. Më forë po folet, po është vesh me vlohën të arris dhe me punot, po kom dhe po mundet me gjo. Por po ina na qika ka kjo se po vjetë e nana, pityn të amon që duhet arrisë të jalojnë kom po krejt. Po tash jo është me vlohën me punot, ata si kushtu në si shumë, po na qika, po pitiru se si nga sojina jashtë, na pitiru telefonë dhe pituna që sa gërë që s'mune të ndokon se kur s'po folit për një vetën ma kesh, ma të të shumë, kur po folit po shumë që shumë s'o folit shumë, ka lezu shumë, po kon me të ratë mira të kon për kafia. Po kon me haris, problem, e neve qika s'kona kon, nga si po e nga qika pjadon hapën qysh duke. Po zorë dhe konota valohen jo. E që ta, apo kina që nga s'petuna nga që edhe më si nga shkon petuna vesh ka ki që roba për një, edhe ta na faljo. Vesh më se nga namazin. Po, pyetja e parë. Na po kina që musliman se kur s'po folit kjo vesh po t'ja vesh edhe po është me dhe në një gjurëma e kur po folit për një vete shumë atëna. Po na po është problemi që s'pillon kom, ta për dina që sërë në shka namazin 100% që duhet e kom, po shola e folë Allah se Allah e në dhe që në zanat e dhe që shumë mundësi. Po, pyetja e parë, pyetja tjera? Pyetja e dytë është, unë jam 60 vjeçare, jam e mbërdume, po i groj biciklës është haram o gjuna me thonë që i groj në biciklës këtë mosh, se jo kushe që të ku jetoj jo në spaf të busko, ose në kom, ose duhet me biciklë. Po, pyetja tjera? Jo, që të dyja po ka përstante. Mirë, tash e merë përgjigjen inshallah. Qëndrani me neve. Amen dhe ju. Amen dhe ju. Selam aleikum. O gjëndërum. 91 vjeçare, probleme me kujtes, harres, probleme me pasurimin e këmbëve gjatë havdesit, larja e këmbëve, probleme apo jo? Po. Shiko, në qoftë se ajo harresën e ka të theksuar, por mundet më fal, atëherë duhet më fal, e për këtë të punën e këmbëve me mujt, jo me mujt po duhet, s'poku një herë në gjatë 24 orëve mi la këmbët edhe mi mos çarapat. Pastaj që të një qëropa ju e për mes. Alhamdulillah. Dëmon, me në 24 orëve, kur të merë avdes për një namaz, që të qoftaj, pastaj piqet e namazi 24 orë, për shumë qofë se merë avdes për sabah, edhe i lon kom vetëm për sabah. Edhe i mos qëropat. Pastaj për në drek, një kindi, në aksham, një atësi, ju e për mes. Ose që të dush namaz, qofë se kur t'i bjene makallaj, nështë t'i bjene në drek makallaj se njerëzit e në qutë, atë është djali kunota një pi mesa, atëherë për shumë e folë, kur merë abdes për namazin e drekës, ose ti kindis, ose të akshamët, ose të atësis, kur ata familjarët jetë në zgjut, atëherë i lanë kont, edhe pastaj në 4 namazet tjera, i jep mes. Alhamdulillah, është një lesim i madhë. U përmend kjo pjesa që ndjet më lirume kur fal namazin. Po normalisht, sidomos abdesti,
njeriu e ban refresh. Pra të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka në smundjen e vdekjes, i ka thonë zërë më që më fol, i ka ra të fekt. I ka thonë, bëma du ujë më pastru këtë. 2-3 herë ka ndodhë kështu. Do më se uji e freskon trupin, edhe ban refresh. Do më që pastaj, që po thotë kjo ndihet më lirë. Pejgamberi alayhis salam, kur ka folë për muslimonin, ka thonë se shejtani në mramje, kur muslimoni bjen me fjet, ja lidh 3 nyje të kuka. Edhe thot, mos u çu për sabah. E pastaj ka thonë pejgamberi alayhis salam, ai kur ti del gjumi për sabah, e zgjidh një nyje. Kur të merr avdes, e zgjidh një nyje, dhe kur ta fal namazin, e zgjidh një nyje, që ka qenë i prangosur me që të 3 nyje, me që të lidhi, tash o quhen një, e dyta ka marrë avdes, e treta o fal, o zgjidh për që aty në prangave të shejtanit. Edhe ndihet shumë më lirë. Si 60 vjeçare ngjet bicikletën, është haram për shkak të rrethanave. Kështu. Nuk po tham që është haram, por kjo kur ta ngjet biciklën me vesh një rrobë, një mantill gjatë, e cila i del në shalën e biciklës, që me mbulu trupin. Sepse zakonisht tu i grau biciklën, domthon ulja në shalë, domthon e vizaton trupin. Kështu që ke vesh një mantill, një diçka për mi ose një lek, më thonë ai lek kështu kiman që i thojmë na, domthon mbi atë mantillin, po që i del që është i gjatë, Është i gjatë, del deri në shalë biciklës. Allahu a'lam. Në rregull. Ne kemi një kombinim pyetjesh për rregullat për mjekër dhe flokët ose frizurët tek të dy gjinit. Hoxha nderuar thotë, ka rregulla të cilat janë ato rregulla për mbajtjen, lëshurjen ose mirëmbajtjen e mjekrës dhe frizurat e lejuara për ne me meshkujve, por edhe për nonat, gratë, motrat tona. Në sens, është që femra muslimane me mbajt flokët e gjata. Gratë e pejgamberit alayhis salam dhe gratë kohën e pejgamberit alayhis salam i kanë mbajt flokët e gjata. Do ato i kanë mbulu normalisht, po kryesori kanë pas flokët e gjata. Pra, në sens, është që në bazë që femra duhet të ketë flokët e gjata, edhe të mbajë flokët e gjata, kurse mashkulli të mbajë flokë më të vogla. Por nuk ka ardhur ndonjë rregull e veçantë çysh duhet me mbajt mashkulli flokët ose femrat. Vetëm se ka ardhur në hadithet pejgamberit alayhis salam që femra kur ti mbledh flokët, mos i mbajt këtu në majt kokës. Po, të lidhura trush, majt kokës. Që shpesh herë na shohim edhe ose disa herë shohim që edhe gra muslimane ose vajza të reja që kanë shamin, po i mbledh flokët këtu në majt kokës. Kështu do të e ka ndaluar këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Do ti mbledh flokët më poshtë ose rreth qafe edhe ti mbuloj. Një. Pra femra do t'i mbajnë flokët e gjata sepse ato e zbukurojnë para burrit vet. E dyta, sa përket meshkujve, nuk ka ndonjë rregull të veçantë, përveç asaj që pejgamberi alayhis salam ka ndaluar që me urru njëna pjesë e kokës dhe mulon pjesa tjetër. Çto ka ndaluar. Por ndryshe pejgamberi alayhis salam zakonisht i ka lënë flokët ju kanë rrit. Kanë herë deri tek lapa e veshëve, kanë herë deri tek supët, po pastaj kur i ka prej, i ka rru krejt. Kështu ka praktikuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Por nuk ka ndonjë rregull të veçantë për flokët tek meshkujt, veç se mos me u rrunjë në pjesë e kokës dhe me u lënë pjesa tjetër. Kurse mjekra domthon është sunet i këtë pejgamberëve. Lëshimi i mjekrës është sunet i pejgamberëve, domthon tek meshkujt musliman, ka disa hadithe që ka treguar pejgamberi alayhis salam për mjekrën. Diku ka thonë zgjatni mjekrat, diku ka thonë lëshoni mjekrat, diku ka thonë kultivoni mjekrat. Për shembull, një herë kanë ardhur një delegacion i pabesimtarëve të pejgamberit alayhis salam, të cilët i kanë pas mjekrat e rrune, i kanë thonë, i ka pyet pejgamberi sa kush ka urdhëruar ju kështu? Ka thonë, na ka ndaj Zoti jon, ose ai udhëheci jon. Ka thonë, mua ka urdhëruar Zoti im që me lëshu mjekra. Por në Islam burrat i lëshojnë mjekrat dhe i shkurtojnë mustaqet. E përmendet të rastin e
ndodhisë për bartjen e zinxhireve. Çfarë thot, po thot feja jonë për bartjen e unazave, qoftë ato të martesës si për te meshkujt, si për te gratë, kur shënojnë fejes ose martesë me to. Pra në përgjithësi bartja e unazave është pyetja. Mirë. Këto janë dy, mund të flasim për unazën përgjithësi dhe unazën në veçantë. Gratë, femrat, janë të lejuara me bajt unazën edhe e arit, e argjendit, çfarë do qoftë. Normalisht kjo me qenë në ambiente ku nuk i tërheq shiqimet e të fujve. Kurse meshkujt është e lejuar të mbajnë unaz, por jo të arit. Meshkujt është e lejuar të mbajnë unaz, por jo të arit. Dhe unaza të mbahet në gishtin e unazës ose në gishtin e vogël. Ka ardhur në hadithe që e ka ndaluar pejgamberi alayhis salam që mu mbajt unaza në gishtin e madh ose në gishtin tregus për meshkujt. Për meshkujt ka ardhur në hadithe pejgamberi ka thënë pejgamberi alayhis salam që është ndaluar mashkulli me mbajt unazën në gishtin e madh ose në gishtin tregus. Por të mbahet në gishtin e unazës ose në gishtin e vogël. Kështu kanë ardhur hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra mbahet meshkujt, nuk është e lejuar me mbajt unazë të arit. Në asnjë rast. As të fesës, martesës është përmendur. As fesë, jo. Pastaj falënderoj se harrova atë pjesën e fesës, martesës. Tek në rrinjë unazave e ka origjinën tek krishterët, edhe ndoshta tek paganët të mëhershëm. Andaj ndrimi unazave nuk ban mu bë çështje e shenjtë. Mi përngja atyne. Shpeshherë për shembull, e thë dikon pa unaz, ky se ka kaj feju, se ka kaj martun. Ai me unaz ka kaj jo vëlla, nuk ban me qëndru kështu në fenë islame. Pra nuk ban mu kushzu. Për shembull, nëse matë fejesa, ja blen djali unazën nusës, edhe nusja e blen djalit, tash djali patjetër me vojt unazën. Ky besim është besnutni, është e kot. Ose nëse se bën unazën, s'ka më shku martesa mirë, ose fejesa mirë. Kjo është besnutni. Nuk ban. Pra nuk ban me u përngja pa besimtarëve. Pra, nëse ato bëhet si adet, ban me bëhet, inshallah, s'ka problem. Amo, me besu se nëse si ablin, nëse si nrojnë unazat, s'ka me shku fejesa mirë, s'ka me shku martesa mirë, s'ka me pas fat një jetë, kjo nuk ban me besu kështu, se është haram, është besnutni, është besim i kot. Çfarë lloj unazave që bëhet në meshkull, çfarë do rasti? Pra, mashkulli lejohet me bëhet unaz të argjendit, që nuk është ari. Në është edhe pyetja e fundit për sonte. Për unazat sharum, thot, a ka rëndësi dhe nëse nuk e lexuam se pyetja nuk më kujtohet, ngjyrat e rrobave në islam që ne i veshim. Pyet është një motër muslimane që bën këtë pyetje. Ngjyra. Kemë një pyetje pastaj. Po. Pejgamberi sa ka folur për ngjyrën, sidomos për meshkujt, ka thonë veshni rrobat e bardha dhe qefinosni të vdekurit tuaj me qefine të bardha. Sepse është ngjyrë fisnike, kështu me radhë. Pastaj është ngjyrë që nuk e bën pa pastërtinë. Atë është mirë, është më mirë me pas dikush një rrobë bardhë se sa një ngjyrë tjetër. Por nuk është obligim, as nuk është farz, nuk është obligim. Pra, nëse dikush na pyet, cila rrobë është më e mirë për muslimanin, sidomos për mashkullin, është ngjyra e bardhë, sepse ka ardhur si porosi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, veshni rroba të bardha dhe qefinosni të vdekurit tuaj me rroba me qefin të bardhë. Kurse tek gratë është më mirë që rroba me qenë me ngjyrë të mbyllt, që mos me tërheq shiqimin e njerëzve. A duhet me thonë diçka nëse po sart veshim rroba, përfshirë ato rrobat e reja, kur do të qoftë që kemi mundësi me i ble ato? Fillimisht, sa të veshmi një rrobë, bojmë bismillah. Sa të veshmi një rrobë, sa të mollmi çorapën, këpucën, rrobën që veshmi, bëjmë bismillah.
Kurse nëse e veshmi një rrobë të re, me thonë Elhamdulillahi alladhi kasani hadhi min ghayri hawlin minni wala quwwa, me bë këtë do. Me thonë falëndrimi takon Allahut dhe lashanu që ma veshi këtë rrobë pa mundin tim dhe pa fuqinë time. Do të thonë ana s'e kena dhënë porët, po e ka prodhu dikush tjetër, e ka thurr dikush tjetër, e ka qep dikush tjetër. Pra falënderojnë Allahun që ta ka vesh atë rrobë, që ta ka dhënë mundësinë me ble ose me vesh atë rrobë. Këtë dua më bë, që ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hosh faleminderit, Allahu shpëlbeft. Allah Ka shpëlbeft. mbillë për sonte, dorë Zotit që çdo këshill të jetë marr. Dhe që Inshallah Zoti na pranon punë të mira, vepra të mira, na bën vepër mirë, na fal mëkatet dhe na çon xhenet e na ruan bizarët të xhenemit. Amen. Bashkë me ju dhe lutsit. Ne për mbillë për kaq, emisionin ditë vërtetës për të takuar sot një gjithmonë si thotë shprehja popullore, nëse kemi hymër, do të takohemi sot një dorë Zoti i Mëdhëshëm. Deri atëherë qëndroni me ne takohemi sot një me hoxhën e radhës në zonën drita së vërtetës. Deri atëherë selam aleikum dhe mirëmbëjtje.